Unë nuk mendoj që do ketë paqe. Por? Unë mendoj që do ketë armpushim. Thjesht armpushimi 30 ditor që është arritur? Jo, mund të jetë edhe më afatgjë, do ketë armpushim. Pra, nëse shohim historinë e Rusisë, Rusia me Japoninë nuk ka bërë kurrë paqe. Nuk ka nënshkruar kurrë një traktat paqe. Jemi si ne me Greqinë. Apo ne kemi formalisht krejt atë ligjin e luftës, e ke fjalë? Nuk kemi nënshkruar ndonjëherë paqen me Greqinë. Po mirë, dakord, po formalisht është pra aty. Edhe unë mendoj që rusët nuk do nënshkruajnë kurrë paqe me Ukrainën. Ata do nënshkruajnë një marrëveshje të madhe me SBA-n. Që pjesa e Ukrainës do jetë vetëm 5%. Në marrëveshje e madhe, do kemi të bëjmë me menaxhimin e hemisferës veriore, me dritrat, me naftën, gazin, me dollarin, me detin arktik, me kufizimin e armëve bërthamore, me mosndërtimin e raketave e nëndeceve me të pajisura me energji dhe raketa bërthamore. Pra, do kemi të bëjmë me një jalë të dytë, kësaj radhe globale, jo vetëm për Evropë, në të cilën pjesa e Ukrainës është vetëm 5%. Pra, ne do kemi një ndërprerje të luftës në Ukrainë, një ngrirje të antarësimit të Ukrainës në NATO, pra nuk do ketë antarësim të Ukrainës në NATO, por do ketë antarësim të përshpejtuar nëse Evropa do të dojë të Ukrainës në BE. Dhe pjesa e Ukrainës lindore, ku ndodhen edhe mineralet e rralla, do të menaxhohet nga kompanitë amerikane. Pra, do të menaxhohet nga financa amerikane, nga industritë amerikane, edhe me paratë e sauditëve. Pra, duhet ta shohim en blok gjërën, pra nuk mund ta shohim dot të izoluar. Vetëm kështu mund ta kuptojmë. Nëse shkojmë historisë, ne do të shohim që në kohën e pavarësisë Amerikës nga Evropa, nga Britania në atë kohë, Rusia është bërë me Amerikën. Në luftën e dytë botërore, Bashkimi Sovjetik u bë me Amerikën, pra ishin herë dytë që ishin aleat, edhe atëherë sepse kishin problem me shtetin më të fortë të Evropës, që ishte Gjermania. Dhe kjo është herë e tretë që këta po bëjnë aleancë me njëri. Dhe gjithmonë kanë bërë aleancë për gjëra të mëdha. Pra nuk është një proces i ngurtë i ditës, nuk flitet për Ukrainën. Ukraina është pjesa më e vogël e kësaj marrëveshje. Flitet për menaxhimin e botës. Zelenskin do ja dalë në afat shkurtër Trump ta mënjanoj, mund të kemi zgjedhje të reja? Në momentin që se u bën disa bisedime me opozitën në Ukrainë, se po nuk u arrit gjë. Momentin që përfundon lufta atje ka zgjedhje dhe unë e shoh të vështirë që Zelenski të fitojë prapë. Pra është ajo që thot Trump, nuk ka popularitet. S'është puna, domethënë, ki parasysh që ai nuk ka fituar luftën edhe ai ka të pamundur. Por edhe sikur të fitonte luftën, të kujtohet Churchilli, fitoi luftën po humbi zgjedhjet. Njerëzit janë lodhur nga lufta. Zelenski erdhi në pushtet me premtimin që do të bënte paqe, nuk do bënte luftë. Megjithatë kjo gjë iku, nuk është faji vetëm i Zelenskit, sepse aty Zelenski është i fundit në raport me përgjegjësitë që kanë marrë. Ndihen mirë tani, më mirë po themi Rusia, Putin, Kina me Xi Jinpingun e tjerë armiq po themi të perëndimit të SBA-ve, ndihen mirë tani me administratën Trump, me Donald Trump? Jo, kjo shumë e thjeshtuar nga ana juve. Jo, ky perceptim është, domethënë ka pasur disa vendime, disa qasje të administratës Trump që i konvenon për shembull. Po pse Putin, Kremlini e ka shprehur hapur që geopolitika nuk shkon me ndihet më mirë tani me geopolitika nuk shkon me pritshmëri, geopolitika shkon me fakte. Pra Rusia u ngrit se deri në 2003 çmimet e hidrokarburëve ishin shumë të ulta në botë. Rusia u ngrit kur amerikanët shkuan dhe morën Irakun. Në atë moment shpërthyen çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare, vajtën deri në $200 për fuqi, nga $17. Ky është fillimi i fuqizimit të Rusisë. Pra, Rusia me një ekonomi të vogël, më të vogël, pra Rusia me një ekonomi sa Italia, arriti të pomponte dhe të fuste në arkat e veta ka shumë para të 20 vjet nga fillimi i luftës së Irakut e deri sot, gjithmonë për shkak të luftave. Pra nëse këta idiotët e Evropës nuk do rrezonin me
tash u quajtur në pranverë arabe, liderët e botës arabe që furnizonin Evropën me gaz alternativ, siç ishte Libia, apo Algjeria, apo pra Tunizia, apo Siria nuk ka pas gaz, por to pra kanalet alternative. Ne do vareshim nga gazi rus. Pra sot ekonomia europiane varet nga dëndet e para të Rusisë. Drithat varen nga Rusia, nga portet ruse. Pra, le të themi të vërtetën që dikush duhet dali dhe të bëjë një mea culpa në raport me çka ka ndodhur. Pra, nuk është se u forcu Rusia dhe ekonomia e Rusisë rastësisht. Edhe në këto 3 vite na premtuan që me sanksionet ekonomia ruse do falimentonte. Na u tha që rubla nuk ka më asnjë vlerë. Na u tha që rusët nuk arrin dot hajnë më buk. Na u tha që Putini po vdes, na u tha që kjo po ndodh, na u tha që Rusia do shpërbëhet dhe s'ndodhi asgjë nga këto. Përkundrazi ndodhen të kundërtat. Pra, nëse erdhi Donald Trumpi në pushtet, edhe si rrjedhoi aty 11% të inflacionit, do vinte Donald Trumpi në pushtet. Nuk është normale që në 5 vite e fundit bota të ketë kaluar nga pandemia deri te luftat. Po i provojmë gjitha sfidat e sigurisë. Dhe ajo që i mungon sot Evropës, se ne sot kemi një Evropë pa leadership politik, një Amerikë me leadership fort politik, një Rusi me leadership fort politik, një Kinë me leadership fort politik, një Indi me leadership fort politik, një Turqi me leadership fort politik, ku nuk ka leadership? Në Evropë. Po çdo thot leadership i fort politik? Ata njerëz që marrin vendime të forta. Prandaj unë të pyeta, ç'a do jetë Evropa? Do vazhdoj të jetë kështu që çdo shtet është edhe Evropë edhe shtet sovran? Apo do jetë një shtet e bashkuar të Evropës? Dhe këtë vendimarrje se marrim dot fatkeqësisht ashtu në sti. Objektivat për Kanadan, për Groenlandën do t'i arrijë Donald Trump? Po mendoj që ka shumë thjesht. Ajo nuk është se ai do t'i pushtojë, ai do thjesht t'i ketë nën influencën e vet, në mënyrë që të bëj balancën me Rusinë për sa i përket Arktikut Polideriut. Bota sot rrezikohet nga një luftë e afërt, luftë me armë, them unë. Po shiko, nëse bota do bëj një luftë me armë, ajo do jetë me armë bërthamore. Pra, nuk do llogarisim atë që është lufta e tanishme, do llogarisim luftën mbrapa që do jetë me gur pastaj. Sepse Në vërtet. Janë 6.900 Ashtu i bie. 6.900 armë bërthamore ka Rusia, edhe një 3.000 ca i ka Amerika, 10.000 armë bërthamore i kanë vetëm këto 2 fuqit më mëdha, pa llogaritur të tjerët. Pak më shumë Franca mos gaboj, Franca pak më ka pak një se këta. 250, po të Është ideja në vend të tretë pra apo? gjithë kanë potencial shkatërrues. Po. Pra lufta termë bërthamore nuk është kaq e thjeshtë sa që bëjmë. Aq më tepër armët e gjeneratës 5, 6 e tjerë që janë një saksi të Po pse ka më shumë mundësi të ndodh kjo? Pra, 2 mundësi janë, o do ndodhi paqja, ajo për cilën po punon Donald Trumpi. Po pra, po pse vetëm opsioni bërthamor? Shiko, nga Dhe jo, një luftë e tretë botërore, po themi me armë. nga viti 1944 deri në ditën që jetojmë, paqja në botë ka ruajtur armët bërthamore. Dhe ka ruajtur armët bërthamore pikërisht si armë detante, pra si kërcënimi, pra mos guxot merresh me mua, se unë çoj armët bërthamore dhe të shkatroj. Imagjinoj një luftë termo-bërthamore Rusi-Evropë. Pra, Franca godet një qytet rus, edhe rusët godasin një qytet që s'është Francë, po godasin Po mirë, reciprokisht Danimarkën, asnjëri kështu. nuk ka leverdi ta bëj këtë. Po tash imagjino, nuk thash që do ndodhë. Pra, të gjithë e dim forcën shkatruese dhe prandaj nuk. Prandaj thash që paqen e kanë ruajtur armët bërthamore. Dhe një nga pikat, unë të përmenda përpara, që Trumpi dhe Putini po flasin, është reduktimi i armëve bërthamore. Pikërisht për shkak kërcënimit real që kanë. Prandaj jemi o një marrëveshje e madhe, o një luftë e madhe. Nuk ka shumë zgjidhje kjo. Po Amerika se ka shumë që thonë për Amerikën është në një moment decisiv. O shkatrohet bie. Nuk shkatrohet dhe bie Amerika për shkak të Evropës. Evropa shumë e Jo, vogël. për shkak të vendimeve të Nuk Donald shkatrohet. Trumpit. Donald Trumpi e ka orientuar se nuk është Donald Trumpi. Republikanët, ta thash që në vitet 60-70 kanë menduar gjithmonë që interesat afatgjatë të Amerikës janë në azilet e paqësor.
edhe Obama u tërhoq nga Ballkani dhe nga Evropa që të merren me Azinë dhe paqësorë. Atëherë dukshëm kemi hyrë në rend të ri botror. Po hym drejt një rendi të ri botror. Thjesht Donald Trumpi është biznesmen dhe i thotë gjërat më shqeto. Po kjo punë ka filluar më përpara, ka filluar me Bushin, me Obamën, që Amerika është më orientuar dhe më e predispozuar për të marrë me Azinë dhe paqësorin, se atje është dhe ekonomia amerikane.